Ndoshta e kemi kallëzuar edhe disa herë, por është mirë për ta përmend sepse këto raste neve na mbjellin apo na shtin neve vazhdimisht ta përmendni Allahun xhaleshan. Është rasti me Yunuzin alayhis salam. Yunusi alayhis salam ju e dini se kur e thret popullin e vet për t'i besuar Allahut, ata e refuzojnë. Edhe hidhrohet, po të mohon kur te ju s'ka me ardh. Me ju thirr. Bëjni çka dojni. Edhe Yunusi alayhis salam del me ato 7-8 veta që kanë qenë, edhe hip me atë anijen, me atë barkun e vogël, edhe hin deti. Edhe don me shkuat te vendi vet, me një vend tjetër. Edhe vjen dallgët edhe tash kur vjen dallgët, nuk ka mundësi ajo anija mi mbajt ato 8-9 veta që kanë qenë. Edhe i bie shorti që njëri prej tyre duhet me zbrit apo me u gjujt në ujë për shkak tjetër me shpëtu. I bie shorti Yunusit alayhis salam, edhe Yunusi alayhis salam pejgamberit e Allahut futet në deti, vjen balena e gëlltit. Kur vjen balena e gëlltit, edhe vazhdon balena me notu, me shku në për pramendo, midis detit, errësirën e natës, errësirën e balenas, midis detit, e Yunusi alayhis salam tash e shef disa ditë që nuk ka zgjidhje, edhe çka bën? Ja nis me përmend Allahun xhaleshan. Ja nis me përmend Allahun xhaleshan. Duke thonë la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka zot tjetër përpos teje o Allah, sepse ti je i pastër, ti je pa tmeta pa dallim të metave tona çka ne njeriu ka tmeta shumëta, i thot Allah subhanak ti je i pastër, i pa tmetave, edhe unë i bona zullum pa drejtësi vetës. Këtë dua e ban, duke e përmendë Allahun xhaleshan. Xhibril alayhis salam i thot Zotit, ja Rabb, o Allah, hadha sautul ma'ruf. Ky zon diçish është i njohur tek veshi jon, se e kemi ndëgjuar çket zon duke përmendë Allahun vazhdimisht në dunjë. E tash nuk pe dim ka po vjen ky zon. Hadha sautul ma'ruf, thot, ky është një zon, thot Xhibril alayhis salam, melaçet e thënë Allahut, është një zon që është e njohur te veshi jon. Thot kush është ki? Atëherë Allahu xhaleshanu thot është Yunusi alayhis salam, barkun e balenas, errësirën e natës, thellësinë e detit. Atëherë Allahu melaçet i thonë, pse o Allah ky kaç mu dënu? Atëherë kurse ki ishte për atyre çka i bën të Allahut tesbih, e madhron të Allahun, e falendron të Allahun kur ishte në dunjë. E pse tash shka u bë me këtë? Atëherë Allahu xhaleshanu thot فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Atëherë Allahu xhaleshanu e nxjerrët nga mas disa ditëve, thuhet 20 ditë, 40 ditë, e nxjerrët nga barku e balenas, edhe i thot melaçeve, nëse mos i shkon Yunusi alayhis salam nga ata i cili e përmente Allahun edhe kur ishte në tokë, edhe në barkun e balenas, ky njeri apo ky pejgamber do të çndronte në barkun e balenas deri ditën e Kiametit. Po për shkak të tesbihit, për shkak të falëndrimit të Zotit, për shkak që ai e përmend Allahun vazhdimisht, Allahu xhaleshanu e nxjerrën nga barku i balenas. Po edhe Firauni e përmendi Allahun. Kur e përmendi Firauni Allahun? Momentin e vdekjes. Allahu çka i tha? El-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Atash po e përmend Allahun kur ishte ti si kryetari i Egjiptit, kur ishte ti si mbret i Egjiptit, ti nuk e përmend se Allahun xhaleshanu. E tash momentin e vdekjes kur e pa detin që duke ardh, kur e pa që detrat duke u bashku, atëherë ja nisi me përmend Allahun, ama atëherë zhvon. Atëherë Allah nuk shpëton. Nëse dojmë me shpëtu, nëse dojmë që Allah me na shpëtu neve, duhet ne me përmend Allahun vazhdimisht. Me madhru Allahun, me lavdru Allahun, me falendru Allahun xhaleshanu, që Allahu xhaleshanu momentet kur jemi momentet më të vështira, atëherë vjen ndihma e Allahut subhanahu wa taala. Çka na jep ky dhikr përmendja Allahut? Na jep shpërblime të mëdha.
Sikurse e kam fjalën e Muadh ibn Jabelit, që më shumë që Allahu xhalleshano njeriu ka me largu nga zjarri i xhenemit është për shkak se përmendes se Allahu xhalleshano që e ka bën dunjë. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa dhakirin Allah kathiran wa dhakirat, a'adda Allahu lahum maghfira wa ajran adhima." Allahu xhalleshano për ata të cilët e përmendin Allahun shumë, meshkujt apo femrat, Allahu xhalleshano ka përgatitur falje për to, edhe ka përgatitur xhennet apo shpërblim ditën e Kiametit.